Lavdi dhe falendrimet I takojnë vetëm Allahut fuqiplot, salavatet, selamet qofshin për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, për shokët e tij dhe për të gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e Allahut xhaleshanuhu deri në ditën e gjykimit. Dietarët thonë se 4 gjëra futin përçarje dhe ndarje mes vëllezërve. Ato janë pasuria, hasedi, hased do më thënë zilia, gratë, njështu edhe përfundimi I jetës që bëhet edhe vdekja. Se I përket të parës, se pasuria është një faktor prej faktorëve që bën ndarjen mes vëllezërve, mes atyre të cilët kanë lind për një nane, për një babe, edhe më në fund kanë flet bashk, edhe më në fund vëjnë puna që ata mos flasën, edhe ma gjebile edhe mos I shkojnë gjenazën njëri tjetër. Dhe më thënë, kjo katastrofë. Kush është faktor kryesor, një për ative faktorëve është pasuria. Transmetohet një hadith prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se dikush prej sahabëve ka shkuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe I thot ja Rasulullah, unë gruan time e bëra dëshmitare që të dëshmoje se unë filan djalit tim, domethënë ka pas një djalë tjetër me një grua tjetër, më e re kjo ka qenë, edhe thot I kam dhënë I thash gruas që të dëshmoje se unë jap një kopsht, një vnesht për shembull, kopsht. E ajo thot nuk pranoj të dëshmoj. Dhe më tha derisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk dëshmon për një gjë të tillë, unë nuk pranoj. Edhe thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I thot më njëherë, a u ke dhënë edhe fëmijëve tjerë çashtu? Se ajo që jepet gjatë jetës nuk është miras, njerëzit e ngatrojnë tëre. Ajo që jepet gjatë jetës është hedije, dhurat. Ndërsa miras, trashëgimi është pas vdekjes të prindit. Ajo që ka ngel, pasuria e prindit, ajo duhet ndahet. Që sa I thonë miras. Ndërsa ajo që gjatë jetës prindi e jep, ajo është dhurat. A I thot, jo ja Rasulullah, vetëm këti I kom caktu një bafqe. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, atëherë, unë nuk bëj dëshmi për një dëshmi që nuk është në rregull. Këtu dietarët normal do të japën sqarime sipas shkollës juridike hanefite, shkollës tonë, është se nëse prindi e sheh se ndonjëri është më I pamundshëm, nuk I shkon puna më herë, mund t'i ndihmoj. Se tham, gjatë jetës është ndihmë, ajo është dhurat. Mund t'i ndihmoj pak më tepër, a më të bëje pa drejtësi. Vetëm njani do më thonë t'i jep, kjo do më thonë nuk është në rregull, përveç nëse ai do më thonë e shef se ki tjetri shemati që I ka dhënë është më I dobët, nuk I punon mendja shumë, nuk është I aftë, edhe ka frikë se po do më thonë dështon në jetë, atëherë po. Ndërsa te Imam Shafiu, s'ka lidhje, thot, dhuratat duhet të jenë njësoj. Pra, pre këtu mund të kuptojmë ne se shpesh për shembull shohëm fëmijë të cilët kanë komplekse, kanë probleme, ndoshta ato mund të lindin edhe pjasaj se baba apo prindi
në më dhe jam shile ngojnë për herë, të zdim, të shuj, trukun, mos folë s'ke drejt të, në më thënë atë kompleksin se nuk është i aftë për jetë, se nuk është i mundshëm do të thënë për jetë, ndoshta do më thënë të njëherë lind ajo prej edukimit të prindit. Prandaj ne jemi përgjigjës për fëmijët tanë që ata t'i shkollojmë, t'i aftësojmë, edhe të mundohena që ata të jenë të vyshëm për jetë. E përmendëm në dy ishte hasedi. Hased do të thotë zili. Ju e dini se shoqëritë tona janë të mbushur me zili. Dhe më thënë ja ka i natin dikujt, të familjes, apo të kushis, apo pa marë prasysh, dhe më thënë nuk do që hajtë të shkuje para. Kësa i thonë zili. Dhe më thënë, jo, nuk i thonë zili, edhe unë të kemë si ajë. Po ajë mos kese, ati ti ndale të rëski. Nuk du të shohajte se me vetur të bukur. Kësa i thonë zili? Jo. Dhe më thënë, elhamdulillah që Allahu Zëreshanu i ka thonë ati, për lusë Allahu Zëreshanu dhe mund të me. Dhe më thënë, Allahu Zëreshanu është i pasur. Edhe ne, asë njëherë nuk duhet mbështetja të kina të diku tjetër, mbështetja duhet të jetë Allahu Zëreshanu, por duke zbatu edhe urdhat e Allahu Zëreshanu, ndër urdhat e Allahu Zëreshanu është edhe ndërmarrje e sebepit. Allahu Zëreshanu këtë dunjoj ka bo me sebep, se si fitohet, e duhet i ndërmarrë. Nuk i ndërmerë sebepet, atër e keq kupton mbështetjen e Allahu Zëreshanu. Nuk o mbështetja ashtu. Si i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dikuj që ka ardhur pejgamberi në xhami, ka hi, pejgamberi se me ka pasë, nuk i ka qarë gjërat, edhe ka pasë që është uthtar ka ardhur me deve, me diçka ka ardhur. Thot, qka bane, thot, ku e la deven? Thot, ja e lash para xhamin, jashtë xhamis atë, e lidhe, thot, jo se lidha. Ju mbështet Allah për shko, lidhe dhe mbështetu me Allahu Zëreshanu. Pra mbështetje në Allahu Zëreshanu të thote, të mbështetësh edhe në sebepet që Allahu Zëreshanu i ka vëndu për më arrit dishka. Pra, këto duhet shkën dhe më thënë krafshës. Normal, duke ditë se aj që i lëviz sebepet o Allahu. Pra ndaj, dhe më thënë një jetin të kjesh seftë, dhe më thënë bështetëm të ka Allahu Zëreshanu, por mos të të shkujë ndërment asë njëherë të ndash sebepin prej mbështetjes në Allahu Zëreshanu. Ju të gjithë e dini se shkaku kryesor në shoqërinë tonë, dhe më thonë, linë dhe më thonë që ata përqahen me zvete, është dhe më thonë hasedi. Prandaj, ne duhet të mundohen të shkullim nga vecja jonë hasedin, të bëjsh luft me vetën tënde për të largu një gjëtë të tillë. Ndërsa faktori 3 për që kontribon në përqarjen e vëllezërve është edhe gratë. E dini ju, gratë do më thonë sidomos kur janë me një vend, përqarjet mdoja bëjnë. Por me një aspekt tjetër, edhe gratë e kanë edhe si zanat, që ata do më thonë të meren me punët e halkive, me punët e kojshis, muhallës. Nuk meret me punët e veta që i ka t'i krye, po meret me problemet e të tjerve. Vetëm t'i përfol ata. Për në Tetov apo për Maqedoni nuk e di, statistik, nuk s'kom lezu ashtu, po për shembull tregon një dietar për në Egjipt, do më thëmë brenda ditës,
1.000 ndarje bëhen. Normal, do të thënë, Egjipti është shtet i madh, ama në të ne që shto, me shku mu interesohet që do të thënë, me siguri se numri është i madh, i ndarjeve që bëhen. Pse? Kretë vejtë do të thënë përshneve muhabeteve. Prandaj, thot besimtari duhet mundohet që t'i ndalë ato. Një prej atajve është që intereset, do më thënë, më i kjenë të përbashta ato, kur jenë më një vend. Do më thënë, intereset duhet të jenë të ndara. Ato mund të punin bashkë, por intereset duhet, do më thënë, të jenë të ndara, të dihet, do më thënë, kisa i takon këti, se i takon ati. A faktori ma kryesor në kohën e soti që luan për një gjë të tillë është edhe telefoni. Tregon miftiu, se atë miftiu do të thënë i bën ndarjet, shkurrizimet, thot shkaku ma kryesor i ndarjeve është mesazhet, telefonatat, mobilat, dërgimi i fotove, dërgimi i mesazheve të ndryshme, kjo do të thotë shkaku kryesor. Në më thënë kohën e sot. Prandaj, duhet të më thënë ne të kemi kujdes ndaj këtyre gjëra. Pastaj, poshtë ju e dini se sebepi kryesor i përçarjes, i vrasjes në sipërfaqen e tokës ka qenë do të thënë faktori grua. Do të thënë Kabili me Habilin, pse nuk u pajtu Kabili, nuk u pajtu, do të thënë se dojte do të thënë të martohet me atë që ishte me barkun e tij, se fillimi i njerëzimit ka qenë atë. Do të thënë kush ka lind me vllahun tjetër, se fillimi i jetës ishte ndryshe, nuk kryhet një punë e tillë. Ai mendonte se pse ajo ishte më e bukur, edhe ai do të thënë e vrau vllahun e vet. Do të thënë faktori grua. Pastaj mos gjatën atëpër, faktori tjetër është edhe vdekja, do të thënë normal në ndarë të gjithëve, por është shumë e rëndësi para se të vijë puna që ne të ndahena të hina me halallëk. Mos i kena borç asnjë tjetrit se haket e robërve të Allahu xhaleshanu janë shumë të rënda, Allahu xhaleshanu nuk i fal ato. Hakun e vetë Allahu e fal, po hakun e tjetrit e njerëzve nuk e fal Allahu xhaleshanu. Pra Allahu xhaleshanu na boft për atyre që do të jemi të kujdesshëm në këto gjërave, ela in ahsar kam ablagha nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-mannan.